Miq Prizmës, sot në parlament ishte një ditë simpatike, realisht simpatike. Dhe kjo ditë ishte simpatike, po them copë si veprim i socialistëve. Po duan socialistët me të vërtetë e kthejnë në ditë simpatike, po me sa duket nuk ka dëshirë Edi Rama të jenë simpatik tjerë, duhet të jetë vetëm ai simpatik. Dhe kjo është luajë në një farë mënyrë antipodin e Sali Berishës, i cili është mësuar gjithmonë të shkatërrojë, të marrë zvarr të gjitha, të çojë mungesën e edukatës dhe kulturës, etikës në kulmin e mundshëm, dhe sigurisht kthej fyrin ose sharje në objektin kryesor që ka parlamenti kryesor joni në vite e vite, ai parlamenti i cili do të integrojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Sigurisht që kudo ndodhin edhe përplasje edhe zënka, pluma, çfarë s'ka ndodhur. Po një etik parlamentit duhet ta ketë. Prish si numër 1 Sali Berisha, por nuk është mbajtësi kaq i madh Edi Rama. Sigurisht edhe ai ka me batutën e tij, barcaletën e tij dhe rumuzet e tij, elementet të cilët normalisht e kthejnë parlamentin mësonaj në folklorik. Çfarë kishte të bukur? E para, e bukurave ishte se Ulsi Manja, i mësuar të flasin mbledhje partie dhe shoqërie e klubi, i drejtohet një farë mënyrë si të tash, në mënyrë jo etike, jo zyrtare, jo profesionale. Kryetari i kuvendit që është Niko Peleshi me emrin Niko, Niko. Dhe kërkonte diçka që nuk ishte brenda rregullorës, të fliste pa leje. Ai nuk po e lejonte. Ndërkohë që edhe Sali Berisha vazhdonte muhabetit e tij për të kundërshtuar siç bën zakonisht. Por këtu nuk është çështje e Sali Berishës, këtu është çështje e etikës që duhet parlamentarët kenë në drejtim ndaj njëri tjetrit. E sidomos ndaj kryetarit të kuvendit. Ku shajnë në një moment, që si kam thënë gjithë kryetarëve të kuvendit, edhe ata që po dorëtorkistin sot po e shpjegoj, që si kam thënë kryetarët të kuvendit, por ama midis socialistëve duhet rregulluar etika. Dhe kësaj radhe i jep shembullin e jep Niko Peleshi, kryetari, një korçar i mirë, kryetari i kuvendit të Shqipërisë. Sepse vazhdonte Ulsi Maja duke thënë Niko. Nuk jam Niko, i thotë. Fjalën e ka Zoti Balla. Edhe pas tij dikush tjetër i Partisë Demokratike, Zoti Barti. Nuk mund ta marrësh fjalën sepse kështu është rregulloria. Nuk mund ta marrësh fjalën disa herë. O Niko, nuk jam Niko. Unë nuk jam Niko. Kryetari i kuvendit. Kryetari i kuvendit. Është figura numër 2 e shtetit shqiptar. O Niko, si mbledhje partie, ka shok, si në kafe. Leksion fantastik, të lumt Niko Peleshi, në krahasim me të gjithë. Fyret janë bërë për të gjithë, janë bërë edhe atë kohë që ishte Josefina, i drejtoheshin fyren edhe ajo. Po ashtu dhe në kohë tjera janë fyer të gjitha, edhe gratë janë fyer, edhe Elisa Spiropali është fyer. Dhe kur kanë qenë tjerat, kanë drejtuar janë fyer, edhe burrat janë fyer, dhe Servet Tullmi është fyer. Sigurisht, Sali Berisha gjithë kundërshtarët që i ka pas aty ka fyer, dhe i fyen edhe sot i kësaj dite. Por ama Niko dha një leksion, që i detyroi edhe Partinë Demokratike të duartërkasin. Po duhet ta marrin vesh se ata janë shkaktarët e çdo lloj parregullësie. E sigurisht edhe socialistët duhet kuptojnë që edhe këta nuk duhet të jenë shkaktarët e parregullësisë, kërkesave absurde, kapërcimeve nga më të ndryshme. Diskutimeve, jo kështu po vazhdon intensitetit edhe vazhdimit në këmbguljen më absurde të keqes, të thyrjes rregullit. O Niko, unë nuk jam Niko. Të lumt Zoti Niko Peleshi, kryetar i Parlamentit të Shqipërisë, i Kuvendit të Shqipërisë. Ka dhënë leksion fantastik. Jo vetëm Ulsi Manjës, po të gjithëve aty. Përfshi dhe Sali Berishën që ulurinte, siç e ka zakon ai të uluri. Tjetra ishte batuta midis Sali Berishës dhe Elisa Spiropalit. Një gjetje, sigurisht, Sali Berishës që i thot, po si ka mundësi, kot të shi, merret me punët e veta, merret me marrëzira të tilla. Si ka mundësi, thot që ti dhe Skënderbej dhe të nxori jashtë Edi Rama, ndërsa ajo Ballukja i ka thënë pallosh dhe e mban. Si ka mundësi. Elisa Spiropali nuk humb qëndrimin, nuk humb as besimin ke fjala, se kur nxehesh është humbësh edhe besimin ke fjala, edhe i përgjigjet që shiko.
ti e njeriu nuk të takon të flasësh, sepse bën akuzë sistemit kur je mbrojtës i numër 1 i sistemit. Nuk mund të jesh edhe akuzator i sistemit edhe mbrojtës i numër 1 i sistemit. Që gjithë sistemet e ngritura të mbrapshta që i ka ky vend janë ngritura nga Sali Berisha. Sigurisht edhe nga socialistat, bashkëpunim me Sali Berishën, po nga Sali Berisha në radhë parë. Edhe nuk mund të jetë, dhe kjo është një nga thënat e bukura, ashtu e bukur sigurisht edhe fjala e Niko Peleshit që i thotë unë nuk jam Niko, edhe Elisa Spiropali për diçka që e gjeti të bukur Sali Berisha, ti i ke thënë Skënderbeut nxori jashtë, ajo i ka thënë palloshe vazhdon ta mbajë. Ishte një goditje kështu në brezit thonë kësaj pune, e goditje pa rregulla loje, megjithatë edhe mund ta thotë, s'është një problem. Por ama ai është njeriu që ka ngritur sistemin, këtë sistem e ka ngritur dhe ai. Edhe për akuzatorin e sistemit, kështu i ka nxjerrë dhe ai jashtë, kështu i mban edhe ai. Ai e ka bërë sistemin, sa herë ka shar Gazbardhi e mban aty. Një kritik Saliani është jashtë, ai ka bërë sistemin. E tashi, edhe akuzatori i sistemit edhe mbaga dhe mbrojt. Tashi janë absurditetet që krijon vetë një person i tillë delirant në moshën 82, po shkon 83 vjeç, i cili nuk jo vetëm që nuk kërkon të falur për gafat edhe krimet që ka bërë, po hapa edhe akuzatorit. Akuzatori i sistemit, njeri që është shpikësi i sistemit, të lumt Elisa Spiropali. Pra, s'kam asgjë tjetër, por bravo të qoftë Niko Peleshi për fjalën që i the Ulçimanjës, edhe të lumt Elisa që ju përgjigja aty ku duhet dhe si duhet Sali Berishës. Sigurisht nuk do preferoja të ishte fjala e madhe Skënderbeut, po ke bërë ke thënë. Por kjo përgjigje ndaj Sali Berishës është fantastike. Kështu ka vepruar dhe është mbrojtësi i sistemit Sali Berisha. Aty i ka. E kanë sharë të gjithë. Aty e ka Jack Marken, aty e ka Gazbardhin, aty ka dhe Tritan Sheun, i cili ka thënë është një komunist i pandrejshëm. Nuk e ka larguar, e ka aty. E ka larguar disa tjerë që i kanë dhënë partisë demokratike dhe mundin djersën, si ka ma, i ka përjashtuar, i kanë nxjerrë jashtë. Ky njeri tash që të bëj vërejtje, ky njeri është një palaço politik i jashtëzakonshëm, jo palaço, po është clown palaço dhe deri edhe një maskara i demokracisë në Shqipëri. Por Niko ka bërë një batutë mrekullueshme, ju përgjigj si duhet Ulçimanjës edhe Elisa Spiropali Sali Berishës. Dakord miqtë e mi? Miqtë Prizmus, në kohën e sotme ka problem të madh për edukimin e fëmijëve. Problemi i madh vjen nga transformimi jo normal, jo njerëzor, po, edhe fjala njerëzor, dhe jo adekuat i mësimit të disiplinës. Ka hequr dorë përfundimisht nga disiplina, dhe disiplina në të vërtetë nën kupton urdhër. Nën kupton në një farë mënyrë bindje. Nën kupton edhe një lloj dhune e cila duhet marrë a priori. Sigurisht që në kohën kur jam rritur unë më përpara, po dhe pak më vonë, dhuna është përdorur edhe ndaj fëmijëve. Në çfarë kuptimi? Sigurisht që na kanë rënë në shpull që thonë. Edhe hundëve, edhe faqeve, edhe mërpanicave. Dikush ka hequr edhe rripin. Është bërë akoma më i dhunshëm. Ashtu siç kanë qenë edhe të dhunshëm, kanë qenë edhe në një farë mënyrë edhe jo të dhunshëm. Dikush i zhvilluar ose dikush jo me karakter të tillë nuk ka vënë dorë me fëmijën. Unë vetë nuk i kam rënë një shpull fëmijës tem. Jam ruajtur të bie në këtë gabim, por e kam zëvendësuar në një farë mënyrë me imponimin për disiplinë. Në një farë mënyrë me qortimin e madh, me shumë ndalesa, sepse sigurisht kam dashur që të futet në linjën e disiplinës. Shikoni sa të bukura janë
këto klipe që nxjerrin sot për edukimin të fëmijëve, sidomos në problemin që i kanë me pjatën, me nazet që kanë. Shikojnë. E pat, në një farë mënyre, dikur është detyruar me anë të një lloj force, me anë të një lloj dhune, që ta hante atë pjatë, makaronat famshme. Sot, sigurisht, duket sikur nuk përdorin dhunë, po japin një dhunë tjetër, i vendosin celularet. Do thoni ju, është më i mirë celulari se sa t'ja futesh me papuçe ose nuk e di, në i shkopa, në i radaca, ku diun, lap mizash, që të gjinesh për dorë atë. Nuk e di, mbase është më keq kjo e sotmja. Plotësimit një kushti i cili sigurisht nuk çon në asnjë lloj. Atëherë je imponuar ti, sot t'imponohet fëmia, sepse pikërisht atë kërkon që të hajë atë pjatë. Sot kam dalë miliona psikoanalistë, miliona rregulla psikoanalize, strica cervello, thonë italianët, të cilët janë më psikopatë se psikopatët. Por ajo që mungon në të gjithë është disiplina. Disiplina mungon plotësisht. Dhe si vendoset disiplina? Me bindje, folje. A bëhet gjithmonë me të folur, në një moment që nuk merr vesh? E para dhe e dyta. Po flasim për disiplinën, nuk po flasim për mësimet në shkollë. Për disiplinën. Këtu diskutohet një element tjetër. Këtu është neglizhuar ose më mirë refuzuar disiplina. Nuk e duan disiplinë. Disiplina është heqësh kërkesa. Të mohohen dhe kërkesat. Disiplina është në një farë mënyrë bindje qorrazi për diçka që e di të gjithë që është mirë. Kjo është disiplina. Tani e refuzojnë. Ky është problemi. Nuk është problemi me çfarë formet. Problemi është se e refuzojnë disiplinën, nuk duan disiplinë. Nuk do. Fëmia edukohet në këtë lloj mënyrët, e edukon shkolla kështu, se thonë, jo, nuk bën që ti përtasësh, nuk bën që ti qortosh, nuk bën që ta sillesh kështu, dhuna kjo, dhuna ajo, dhuna kjo. Është një mjedis mbysët. Si ka qenë dikur mbytës ai që bam bam shpulla, bam bam rriga, sot është mbytës ky mos, jo, mos, çfarë bëre, va, je për burg, je për kështu. Praktikisht, më keq ky moment se sa i momenti i dikursh. Kjo shoqëri do të pranojë që disiplina është e rëndësishme, apo nuk do ta pranojë? Praktikisht bota ka shkuar për lesh, sepse refuzon disiplinën, sepse të gjithë e dinë veten mbretër të situatës, kohës, momentit dhe territorit. Mund të bëjnë çfarë të duan, si të duan dhe kur të duan, me këtë që kanë dispozicion 360 gradë. Nuk duan t'ja dinë, janë me fjalë ato që ti hysh, si me thonë, të drejtës të tjetrit, të vërtetës të tjetrit, privacy të tjetrit është shkelje. As do m'ja ditë kush për këtë punë. Sepse është edukuar që i vogël mos të kesh disiplinë. Dhe ç'no, ata që janë disiplinuar vuajnë në këtë lloj shoqërie, se të gjithë pa disiplinuarit i kanë halë në sy dhe sigurisht i përsekutojnë. I bulizojnë, po themi, me fjalët moderne. Pra këtu kemi të bëjmë me një gabim, të mërësisht gabim, katastrofikisht gabim në edukimin e fëmijëve. Nuk është çështje plotësimi tekave, shpeshherë dëgohet kjo fjalë, janë midis të mirave, plotësojmë të gjitha. Pse ky është problemi i rritjes fëmijëve. T'ja plotësosh të gjitha. Vetë fjala ta plotësosh të gjitha do të thonë që nuk ka disiplinë. Nuk mund të plotësohen të gjitha. Sepse të gjitha është edhe, siç kanë thënë në Shkodër, të vjetrit, pleqt, ti ulesh edhe hanën në tokë. Fëmia është.
Në momentet e fillimit ai nuk di, ma jep të dua unë atë, qanë. Dhe ta imponon atë ulin e hanës në tokë, pastaj që du ta pajtosh me një akullore ose me një ik puna nga hana del ke akullorja. Ndërkohë ka mbaruar disiplina. Pra në midis atij celularet që i ke vendosur dhe asaj shapkës që i bjen, papuqes, sigurisht akuzohet papuqe. Problemi i madh është se sot kemi mbetur pa elementin disiplinë. Dhe daç në kohë moderne, daç flasim edhe për kohët vjetra, ka pasur njerëz që e kanë kuptuar edhe dhunë. Është e vërtetë që nuk e kanë kuptuar. Puna si do bësh që të disiplinohej ai fëmijë, disiplinohej edhe shoqëria. Të kishte sencin e përmasave, sencin e kohës edhe sencin e kufive. Përndryshe pa disiplinë nuk ke asnjë lloj sensi. Është rregulli vetë, bota është ndërtuar mbi bazë një rregulli. Rregullin gravitacional e tërheqjes së përgjithshme. Sigur mos ishte ky rregull, çfarë do ishte? Do ishte kaosi. Big Bangu. Miq, kemi harruar disiplinën. Dje kemi ditur se ajo papuçja, shapka e mban disiplinën. Sot kujtojmë se e mban celulari? Gabim atëre faj sot. Dakor miqtë e mi?